jetoni është vështirë dhumë? Shumë e kena vështirë, 4 anëtor jam, për blempe kena shumë, për na pik nalë, notën, një shi ma i vëgli me ro këtë botë këtuj. Ujën se keni me? Jo, në kurit, lohëm, djallin e kom pas tash smut, shko ke i ftaft, që s'kena pas kushte. 5 dit e kom pas djallin në spital, për një shpijena mas në zortin. Një strehem ja bo fëmijëve. Dhe këtu jeton një familje e cila thuj se është e harruar. Tash na kanë kontaktuar për një familje të cilët jeton në komunën e Orbilicit në fshatin Hamidi. Dhe tash jemi duke marrë rrugën tek ajo familje me ndihmën e juve të cilët na përcjellni, do ta ndihmojmë atë familje dhe ajo të jetoj mirë dhe e lumtur. Nave se kemi arrit familja Prokshi në Hamidi. Veç e shohemi, do me thonë, kjo është ajo shtëpia që jenë mundu vetë disi me jadalve me ndërtu. Dhe këtu jeton një familje e cila thuj se është e harruar. Kushtet i kena shumë të rona, me punu së e kom privat që të kur të më thikën e ka njëherë. Për një shpijena mas në zortin, një strehem ja bo fëmijëve. Të tani e ki problem edhe me punu shumë gjatë, sepse fëmija këtu ka nevojë edhe për ty. Edhe ja të mjeku ja. Jo që ashtu. A ka ndihmu, a ka thonë komuna, apo dikush? Pi komune s'kom pas ndim, u besoj që marrin masa. A janë kam ju vizitu në kush për qenë sociale, apo? Jo, kërkush të konë. Familja nuk ka as frigorifer, nuk ka as maqinë të lamjes. Zoti është përbleft juve që një ardhë. Faleminderit. Se na keni qenë një derë bile, pakten. Pa dyshim se na talmen, do më thonë për ato matmojat, dhe me marrë një shtëpi juve, me ndihmu, besoj që ka me do një donatorë dhe ka me ndihmu. Shoha dhe zotë. Mirë po për këto ushqimore të sana, kena me fillu prej ditës nesërme, që mi u pru për gjana ushqimore, sepse edhe ashtu po shihet që edhe për to keni nevojshëm. Edhe këta detyrohen me fëmijë të vogël që edhe rrobat e tyre t'i lajnë dorë. Na këtu po e lojmë prapë këtë familje, e këta rrinë me shpresën tonë, edhe me shpresën e ju që t'i dalim i ndihmë. Dhe ju të cilët na shikoni dhe dëgjoni. Kudo që t'jeni ndonjë familje, na shkruani në numrin e telefonit që ne të shkojmë t'i vizitojmë dhe ato mos jenë të harruara as prej neve që janë të harruara për shoqërisë.